A vlerëson veten ma i suksesshëm si artist apo si biznesmen? Jo, si artist, është pa diskutueshme. Unë me biznes kom arrit me siguru që pjesën financiare me mujtë mi ndihmu familjes, me eduku fëmijët, me shkollu fëmijët. A ki arrit mjaftueshëm se në tregun e muzikës gjithmonë flitet që 2+2 ka shumë pare. S'ka nevoja aj me këndu se ka mjaftueshëm. Po qëto ma kanë gjitë, po adin që zonë e pare kam bëllë për mjetua, vëdem, shqyqër Zotit. A jeton mirë? Faleminderit Zotit, jetoj mirë, menoj që kom arrit. A mundësh këtë stabilitet me pas veç me muzik, apo pa tjetër dush me pas edhe diçka tjetër? Po qërë tash në momentin që jam sëd, unë e menoj që njerëz du të me kuptu që puna është e nevojshme, së është me rëndësi so ki pare. Se pe marrë shambull vetën, unë nëse prej sodit nuk punoj moj me mbjetu dejt vdes me qirat që i kam pa të dushmëri shambull, shumë e thjeshtë. Por nuk menaj që jeta është interesante pa punë. Nuk jam veçone. Kur të kryesh një biznes, në qatë biznes ka njerëz që morin rroga, ka njerëz që inspirohen, që prej aty mojnë familje, i shkollojnë fëmijët së njësoj si koronë. Do me thonë, nuk moj mu lidhën e veç për sigurisë financiare të temës. Unë gjithmonë kom funksionu që ashtu, për mu puna është shumë e rëndësishme, mu qumë në nxes me pos angazhime, me pos ambicie. Puna në bën gjallë, që thonë. Po, edhe një prej kongëve të mija ku më thonë, mos lëp lek për lëp punë. E dim që tash edhe kapitali që një kohë po pauzon. A ka marrë këto këshilla prej ti që mos me qenë gjithmonë kaq shumë aktiv në tregun e muzikës? A ka qenë kjo një këshillë e jotja të cilën ti ki mujtë mja jap? Po normal që na jemi familje, unë gjithmonë i kom dhonë këshilla, po këshillat s'do me thonë që janë absolute. Ai ka tjetër moshë, unë e kam tjetër moshë. Ai ka tjetër mënyrë tjetës, unë e kam tjetër mënyrë tjetës. Vetëm edhe ai ka qenë në një periudhë pjesë e trendit me postu, me lansu këngë sa ma shumë. Edhe në një periudhë u ndal. Që ata du me dita, a ki jafti si këshill që mos prodho muzikë nëse ti nuk mendon që është e mirë mjaftueshëm për mu plasu në treg? Këto janë pjesë të muhabeteve që i bojna për ditë, po ai është i pjekun mjaftueshëm për me vendosë për veten e vet kur pauzon e kur nuk pauzon. Sa i përket pjesës familjare, pa fol direkt për profesionin, këshilla s'ka mungu kur. Mirë po, në një moment edhe fëmijës tënë nuk mundesh me i dhonë shumë këshilla. Mundesh me i dhonë këshilla, po s'mundesh me i imponu kur gjë, në fakt. Ti e këshillon edhe prapë se cili vendos, po besoj që ai ka strategjinë e vet, është punëtor, është haloma punëtor se one, dhe ku ka arritë se do veç meritet tina. Po thu që si ke ndihmu heq në fillim e pak, a? Po se cili i kanë imu dikujnë, apo nuk mundesh me bo, në me paskon ashtu i kësha bo dhe djemë të mire pera, po se kam pos ambicin mu bo dhe se kam pos, aji trimi e ka pos ambicin mu bo reper gjithmonë edhe